Sabria Nimani, një grua me vizion dhe përkushtim, ka krijuar shoqatën Pojatat, një OJC që bashkon gratë nga vende të ndryshme me qëllimin për t'u dhënë atyre hapësirë, mbështetje dhe motivim. Marrë këtë 2 herë në javë të bohëm, martëve tajteve. Punojmë punë dore që gratë i shesin njëna tjetës për ditëlindje për shembull. Është ide shumë e mirë, edhe organizojmë shëtitje, ekskursione, verës më për deti, atje shkojmë, atje janë të kënaqshme edhe gratë me mua edhe unë me këtu. Dhe kena këtë një orë muzikë, relax, aktem, ka nevojë gratë për muzikë. Udhëtimet i kem, ekskursionet ma shumë, ka 2 në 3. Ne dalim edhe në Turqi, shkojmë edhe atje në maj ka 1 javë, edhe 2 nete kemi ekskursionin në për Shqipëri, vendet tona, mi vizitu, monumentet ka janë gratë që vullnetare, për me shku ku jetëm po vizitojna për shembull te Isa Boletini. 2 autobus atje kemi qenë, ka qenë shumë ndjenjë e mirë, me shku me vizitu atë vend, te Zaje Pajaziti, te Ibrahim Rogova, Djes Pasta, dhe atje mi shku një stagë, e kemi pa busën e tina ku është. E këto, që to janë knatësi tona, që vizita që i kemë. Ma mirë ku jem vetë, që muhabeti, loja, gjitha. Se në ndetë ku shkojmë i kemë edhe, kush i ka burrat, edhe me burrat. Vinë, për ndetë e kam fjalën. Në ekskursion, shëtitje, jemi vetëm gra. Aty tani muhabeti, hajgarit janë, edhe loja pak ma tjetër, knatësi. Në këtë shoqat, antarët kanë krijuar një lidhje të fortë miqësie dhe solidariteti, duke kthyer çdo takim në një moment frymëzimi dhe bashkëpunimi. Shumë e lumtur jam. Shumë në s'ka motra, veç kur vetë martë e tajtë më duket që shumë largë. Shumë kanë nimu, shumë respektojnë katrat motra. Motra s'ka me smuj me dopi motrave. Shanë që kanë respekt e kanë këto kanë respekt, unë kam shumë mirë, shumë po kalaj. Shumë e veçantë është. Shumë, bëllëm, thojnë, jam e smut, 5 pratë, në gjithë natën tha për gjëmanë, si da vakti se qatë grava, jam e shku shëtite, e shnosha, e para, e shumë. Unë në këtë shoqatë ndi knaqësi, me të vërtet unë edhe nuk jam gjatë gjithë se në Amerikë, jam gati 5-6 muaj. Po kur të vi këtu, e kalojmë kohën me shoqën ma të ngushtë e kom qita, po pa parë parasysh krejtë të shoqë janë qashtë mira, qashtë sjellshme, edhe vim këtu, arktohim, njihemi njënja me tjetrën, edhe më ndi munges, une kur po shkoj atje, shumë ndi munges. Po, na ka ndihmu shumë, se po vim këtu, për njoftim njëna tjetrën, ka gra që si kom njoft, kur për shembull. Edhe vim me këtë shusën, kur së është kjo po më shkon tash, unë jes vetën, vipa. Shumë mirë, tepër mirë. Ka dertë i ki tjera të shoqe. Zona Sabrie tregon se qëllimi i Pojatave është fuqizimi i grave përmes punës, artit dhe ndarjes së përvojave të jetës. Ndeti shumë as 30 vjetë janë taku të zakët me zveti, o çfarë kënaqësie ka qenë, po. E që kjo është e qata, që kjo është qëllimi jem për me i bashku edhe më po e më kënaqë në mje veti edhe shoqet edhe njoftime që kjo është, që s'jen po për më po. Mas disa kohë, kjo është shumë e mirë. 30 vite pa po të zaket. E më kanë falenderu shumë për qofë. Si ka ndodhë? Ndeti ishëm pushim, ndeti ishëm velipoj. E në plazh ishëm aty ku je u që ne kena një shoqat që to. Ajo tjeta ndëgjën që ka shoqat a vjen. Kur vjen te zakja jam me për qafe. Se të 30 vjetës jemi po. E që kjo është qëllimi jem për që kom themelu shoqatën për me jarë këtu gratë edhe më kënaqë gratë. Edhe shoqet me zveti, pe që në martus jenë po për shembull. Në shëtitje bjen, këto shihen edhe kënaqen. Shumë prej antarëve punojnë punime dore dhe krijimet e tyre i shesin në tregje e panajire, duke e bërë pasionin e tyre burim i të ardherave dhe krenarie.
Natin prej femerie, prej motrave jë mësum, prej rinie. Kjo është me vogla jone. Po ndore gjithë kam bënë. Kjo është çantë, që ato shporta, çanta. Aty bleje për qeza, për Qebe për bebat, shto shporta. Mati, që nona am ka punu shumë pundore me grepe me këto farë, edhe punaj. Po kifit tim kur gjëvallat. Janë tentina, perdet, për këtë smiloni një shqip. Tja sakave, pësava e kretë. Shoqata Pojatat mbetet një shembull i bukur se si bashkimi dhe vullneti i mirë mund të krijojë ndryshim real në jetën e grave.